Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar vizat në 74 vende, vizat e emigracionit, për ta theksuar mes tyre është edhe Shqipëria, Kosova, edhe 2 vende të tjera të rajonit tonë, Maqedonia me Malinezi, por në këtë listë nuk është Serbia. Megjithatë, ne do të ndalemi konkretisht te Shqipëria, kush janë kategoritë më specifike që ndalohen, kush përjashtohen, pra dhe kush janë ata që mund të aplikojnë deri tani. Për ta sqaruar këtë kemi të ftuar avokatin Altin Nonaj. Altin, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje zoti Balla, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ju jeni më afër atje edhe për vendimet dhe për situatën politike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për këtë vendim për emigracionin, që është rrjedhshmëria atyre që janë marrë edhe më përpara, duket se i tillë ishte edhe ky i fundit, pasi në fillim të vitit Trump publikoi në Truth Social një dokument me vendet emigrantët, pra shtetat e të cilëve përfitojnë ndihmë ekonomike, atyre ndihej edhe Shqipëria me 41.3%, pra i parapriu me këtë vendim. Për hir vërtetës ai çështë ka marrë pushtetin në Amerikë, ka filluar një ndryshim në ligjin amerikan shumë të fortë, sidomos në drejtim të imigracionit, ai ka thënë edhe në fushat e tij elektorale se imigrantët po abuzojnë nga sistemi, po marrin lekë në këtë kohë nga taksa paguesit. Ne e dimë fatkeqësisht edhe disa bashkëdhetar tonë kanë ardhur në Amerikë, kanë bërë fëmijë për shembull në spitale amerikane, mas pa paguar spitalet me lekë që kanë të tyre, po kanë përdorur të taksat amerikane. Pra kjo sidhje fatkeqësisht ka ekzistuar për dekada, po thojmë kështu, edhe po i jep një stop. Ajo që mua më shqetëson në thelb është fakti si kjo po dëshkon popujt të tërë, edhe nuk po shkon në specifik, domethënë momentalisht nuk kena informacion se kjo do të jetë specifike për ata që kanë abuzuar sistemin. Besoj se është e gabuar nga Shtetet e Bashkuara nëse për shembull do dënojnë një komb ose kombët e tyre, janë 74 ose 75 vende të botës, në mënyrë të gjerë, sepse ka shumë njerëz të ndershëm në grada një popull i tërë për shkak të këtyre personave. Absolutisht, edhe kjo është i sidhje si fatkeqësisht unë dënoj, por në këtë moment nuk kemi akoma informacione të detajuara, sepse siç e dini vetë, ky lajm ka dalë nga Fox News, si ka përdorur disa informacione të brendshme të Departamentit të Shtetit, edhe aktualisht e vetmja gjë e dim sigurt është se një memo e brendshme ju ka shkuar, po them kështu, oficerëve të lartë për konsulatet ose ambasadat amerikane për botë në këto shtete, ku ju kërkohet të refuzojnë momentalisht vizat e këtyre vendeve derisa të krijohen procedura të posaçme për të bllokuar këtë tip imigracionit që ka shkaktuar dëm ekonomik Amerikës. Por më shumë bazohemi te fakti që pavarësisht publikimit nga Fox News u shpërnda edhe nga zëvendësja e shtëpisë Bar Levi, pra që duket sikur i dha zyrtarizim. Patjetër. Do të thonë në këtë moment e dimë kemi sigurt se kjo gjë po ndodh, por akoma detajet nuk i kemi, se nuk se kemi një ligj të mirëfill që është shkruar ose një urdhër ekzekutiv të presidentit. Pra kjo është bën nga në brendësitë të Departamentit Homeland Security. Aktualisht ajo që po duket se është e qartë është se kjo nuk prek investitorët, nuk prek vizitorët, nuk prek besoj ata që kanë procedurën, një pjesë të procedurës të aprovuar. Pra, ata që janë në rrugtim, pra në proces për marrjen e një vize, nuk i prek ata të lotarisë amerikane, të vizave të emigracionit, por jo turistike. Pra, për ta sqaruar më thjesht, kush janë ata që mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara? Siç e dini mirë, ekzistojnë dy tip kategorish, ekzistojnë immigrant dhe non-immigrant visas. Ata që kanë immigrant entitlement, ata që po shpërngulën nga Shqipëria për të jetuar në Amerikë në mënyrë të përhershme, për shembull janë ata që janë bashkime familjare me dy burrë gruaja, bashkime familjare me fëmijë, ata që kanë fituar kontrata punet nga kompania amerikane dhe i ka dalë green card-a. Gjitha këto kategori, domethënë se janë i napin green card-ën në fundit, janë momentalisht të pezulluara. Kurse ato për shembull që janë kanë përdorur investimet, si disa kompani shqiptare, nga ato kemi profesorë ne, ose ata që janë tuar në Amerikë për studiuar, ose vizitor, që janë non-immigrant, pra janë për një kohë të shkurtër si do të jetojnë në Amerikë, mund të jenë 1 vit, 3 vite varet, ata për momentalisht nuk preken dhe mund të vazhdojnë operacionet ashtu siç kanë vazhduar përpara. Ndoshta kjo nuk, me këtë vendim nuk besoj se justifikohen ndoshta non gratat e ardhshme politikanë apo zyrtar të lartë, sepse kjo s'ka të bëjë me ta.
Absolutisht jo. Ajo janë dy gjëra të ndryshme. Këtu kundërshkohet një popull i tërë, për hir vërtetë kundërshkojmë 75 vendet e botës në mënyrë të gjerë, por besoj se do të jetë diçka e përkohshme, sepse besoj se janë dy analiza këtu. Nuk është vetëm çështja e abuzimit të fondeve publike amerikane, është edhe fakti se çdo shtete që janë vënë në këtë listë, duket qartë se kanë edhe një kanë grupe të strukturuar kriminale dhe janë vende ku kanë edhe importuar shumë krim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kanë dalë disa lajme në këtë drejtim, dhe po thonë se nuk është vetëm në lidhje me, po them, me abuzimin e fondeve publike. Pjesa tjetër, besoj se shtetit do dalin me me disa rregulla të reja, bela për këto shtete do të kërkohet një standard tjetër i garancive ekonomike nga ata si sponsorizojnë të afërtit e tyre, domethënë për të hyrë në Amerikë. Pra po flisim për çështjen e karteleve, sepse na i kanë përmendur dhe ne edhe ditën e urimit të pavarësisë. Fatkeqësisht ne e dimë si Shqipëria dhe gjithë ato vendet e Ballkanit janë në këtë listë dhe janë veni, po them si taloni i akilit i Europës për sa i përket hyrjes të drogave dhe krimit, po them kështu, të rënd o të organizuar në Europë. Por nëse do ta marrim nga ky këndvështrim, pastaj do të futet Italinë, se Italia ka një krim të organizuar, sidomos në jug, shumë të strukturuar. Pra, besoj se është një vendim si na nuk kemi informacion të mjaftueshëm ta zbërthejmë në thelb sot për sot, do ta shohim ne vim, po un jam, domethënë, nuk do të jemi i dëshpëruar, sepse besoj se shumë shpejt do dalin disa mekanizma ku ata për hir vërtet do mundohen për mënimin tim të filtrojnë në një mënyrë të ndryshme. Nëse nuk do e bëjnë këtë, besoj se do të ketë shumë gjyqe që do hapen nëpër gjykata federale. Kjo doja të dilja, ka ndonjë procedurë ligjore që mund ta ankimohet ky vendim? Tashti në Amerikë të kanë se shtet me common law, është një vend ku ke drejt të ankosh për çdo thyrje të konstitutës, domethënë në gjykata federale, dhe gjykata federale ka fuqi ligjore, po them kështu, për të ndryshuar edhe vendimet që janë në thelb në kundërshtim me ligjin ose kundërshtim edhe më shumë me konstitutën. Por mos harrojmë se presidenti në përgjithësi ka shumë fuqi, shumë diskrecionalitet për sa i përket politikës jashtme, edhe për sa i përket sigurisë kombëtare. Nëse ata kanë prova të forta se kjo gjë do t'i bëjnë Amerikën më të sigurt, do të mbrojnë Amerikën, interesat e Amerikës, është vështirë për të arzuar. Ju bën përshtypje në pamje të parë, pavarësisht se ju tha që detajet ende skandal nuk është zyrtarizuar nga Dashi, fakti që Serbia bën përjashtim? Ne nuk jena në kundërshtim ne nuk jena në kompeticion të vazhdueshëm me Serbinë. Serbia edhe sot kallzon se ka një shtet që nuk largohen as shumë njerëz sa largohen për shembull shqiptarët. Edhe pse nuk është një shtet shumë më i pasur se na aktualisht, po them diferenca midis Serbisë e Shqipërisë është zvogluar në GDP ose në numrat ekonomik, por numri i shqiptarëve që largohet është edhe realisht shpërngulën, domethënë nga Shqipëria për mas të kthyer më, po them kështu, është shumë i madh. Edhe kjo është ajo si është për mendimin tim një reflektim i brendshëm i politikës dhe i qytetarëve shqiptar që do të analizohet. Për ne Serbia është nuk ka asnjë farë, nuk të intereson fare, bile mund të kemi edhe bela shumë bashkëkombës shqiptar me kombësi bela dhe serbe, si mund të përfitojnë nga kjo gjë, kështu si na do të kthyer punën tonë dhe besoj se nuk na intereson fare pse nuk është futur Serbia. Edhe diçka të fundit, kam avokat në aspektin politik, vendimet e fund vitit që janë miratuar për Ballkanin Perëndimor. Po fol për 90 ditë që do ketë kontrolle, mund dilet me sanksione për individ, për organizata, pra si keni parë ande, po ngushtohet laku për destabilizuesin në Ballkan, por edhe për krimin e organizuar? Apo këto janë ato që priteshin dhe po ndodhin? Unë mendoj se ky president ka një agjendë shumë të domethënë intensive që është e marrë pushtet, dhe tjetër në këtë ditë po zhvillohen disa takime të mbrëmshme në rrësimet më në Amerikë, për Iranin dhe vendet e tjera të botës, për Greenland, për Venezuelën, edhe për Palestinën, edhe për Ukrainën. Pra domethënë ato paketet domethënë nga ana e sigurisë amerikane ose nga ana e gjeopolitikës janë shumë më të rëndësishme se Ballkani Perëndimor. Kanë domethënë vendimarrja sot për sot ose fokusi i presidentit është në këto, për mendimin tim, dosje. Çështja e Ballkanit Perëndimor është akoma, për mendimin tim, në dorën e zyrtarëve më të ulët, jo zyrtarëve më të lartë, por do t'i vinë rradha. Edhe rradha nuk besoj se do të vinë nga fillimi i këtij vitit, por do t'i vinë rradha, besoj, brenda 1 ose 2 viteve. Pra e ka lënë në departamentin e shtetit, jo në shtëpinë e bardhë, jo mbi zyrën ovale, nuk e ka aty Ballkani.
Por nëse ne e shohim vendimarrjen si bën zoti Trump, ai në fundit i përvetëson gjitha gjërat e rëndësishme. Në momentin se kjo nuk do kalojë nga shtëpia e bardhë, nuk do ta ketë rëndësinë, po thojmë kështu do të jetë një menaxhim ashtu siç bën Amerika në gjitha vendet si ka interesa, pa diskutim. Por nuk do të ketë atë rëndësi se mund të ketë nëse kjo, do të thonë do të kalojë nga shtëpia e bardhë. Dhe në thelb shpresoj, domethënë se kur kjo të shkojë te shtëpia e bardhë, mund të thojnë edhe një njohje nga Serbia për Kosovën. Avokat, faleminderit shumë, jam i njohur shumë për shpjegimet edhe në emër të publikut, të falenderoj për gjitha hollësitë për këtë ligj që në Shqipëri ka shkaktuar buj në fakt sepse toka amerikane, toka e premtuar, pra ëndra amerikane vazhdon të mbetet në Shqipëri, aq më tepër duke parë edhe aplikimet, numrin e tyre për lotarin çdo vit që si vjet u pezullua. Kështu që ishte një lajm me mjaft interes, unë falenderoj shumë. Faleminderit juve për punën që po bani, se vërtet është për shumë interes, shumë siç kena folur bashkë, shumë njerëz na kanë shkruar, edhe na po mundohemi edhe si zyrë ligjore në online law për të thënë disa informacione, sepse vërtet fatkeqësisht po prek në thelb familjet e tëra. Kështu si mbrapa mundësive tona duhet si t'ja usqarojmë qytetarëve dhe mas domethënë t'ja ulim atë një pjesë të presionit që mund të kenë në këtë moment. Kështu si faleminderit juve. Faleminderit avokat dhe kalofshi mirë.